Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot do ndiheni të ngarkuar me energji dhe dëshirë për të lëvizur përpara. Është një ditë ku vendosmëria juaj mund të sjellë përfitime, veçanërisht në fushën profesionale. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin mund të sheshojë çdo paqartësi. Demi. Sot keni nevojë për stabilitet dhe qetësi. Mos lejoni që tensionet e vogla t'ju prishin ekuilibrin. Në marrëdhënie romantike, ndjeshmëria juaj do të vlerësohet nga partneri, ndërsa beqarët mund të ndihen më introspektiv se zakonisht. Financat kërkojnë vëmendje. Binjakët. Energjia sotme është shumë aktive dhe do ndjeni të mbushur me ide, por vështirë t'i organizoni të gjitha. Mund të ndjeni një lëkundje mes dëshirës për të folur dhe nevojës për të përqendruar. Në dashuri, flirtet janë të mundshme, por marrëdhëniet serioze kërkojnë më shumë përkushtim. Gaforia. Jeni në një fazë të ndjeshme emocionalisht dhe sot mund të ndjeni një rikthim të ndjenjave nga e kaluara. Në dashuri, kujdes me reagimet impulsive. Ndonjëherë është më mirë të dëgjoni sesa të flisni. Dita është ideale për aktivitete krijuese ose për të marrë me çështje që kërkojnë empati. Luani. Ky është një moment ku vetbesimi juaj është në kulm dhe të tjerët i vërejnë aftësitë tuaja. Jeni në qendër të vëmendjes dhe ndjeni rehat me këtë rol. Në marrëdhënie keni kujdes që të mos dominoni gjithçka. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë hapësirë. Virgjëresha. Sot është një ditë ku puna me detaje dhe organizimi do të shpërblehen. Jeni të përqendruar dhe me këmbë në tokë, duke u ndjerë produktiv. Në dashuri, marrëdhëniet e qëndrueshme forcohen, ndërsa për beqarët, një takim i rastësishëm mund të shndrohet në diçka interesante. Peshorja. Kjo ditë sjell nevojën për balans në çdo aspekt të jetës. Marrëdhëniet ndërpersonale janë në fokus dhe ju do ta keni më të lehtë të kuptoni të tjerët. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë zemrat. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate më të mira se puna solo. Akrepi. Emocionet janë të thella sot dhe dëshironi lidhje të vërteta. Në marrëdhënie mund të ndjeni një shtys për të zbuluar më shumë ose për të folur për ndjenjat e fshehura. Në karrierë, je i vendosur dhe ambicioz, por mund të ndjesh presion të brendshëm. Keni kujdes që të mos bëheni shumë kontrollues. Shigjetari. Sot dëshironi aventura dhe liri, por realiteti mund t'ju kthejë me këmbë në tokë. Në dashuri, një marrëdhënie që ju kufizon mund t'ju duket e rëndë. Kërkoni hapësirë pa larguar tjetrin. Në punë, mendja juaj e hapur dhe optimizmi do të ndihmojë në zgjidhjen e një problemi. Bricjapi. Dita e sotme kërkon përkushtim dhe vullnet të fortë. Në planin profesional, përgjegjësitë janë të shumta, por do ja dilni me sukses. Në dashuri, një partner që ju mbështet do të jetë një burim force. Për beqarët, është një ditë për të fokusuar më shumë tek vetja, sesa tek kërkimi i dikujt. Ujori. Dita nis me ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Jeni të hapur për biseda të thella dhe ndërlidhje shpirtërore. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për më shumë pavarësi ose hapësirë personale. Në karrierë, një ide e guximshme mund të tërheqë vëmendjen e duhur. Peshqit. Sot do ndjeni më të lidhur me botën tuaj të brendshme. Intuita është e fortë dhe do ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme. Në dashuri, romantizmi është i pranishëm, por keni kujdes të mos idealizoni dikë më shumë se ç'duhet. Në punë, fokusoni në detyra që kërkojnë ndjeshmëri ose kreativitet. Horoskopi në Top Albania Radio.